Fatkeqësisht princesha më kapi në befasi. Do më thënë që dështove. Ju lutem, zotëri, më jepni një mundësi të dytë. Të detyrë duhet ja kisha dhënë dikujt tjetër. Mos flisni kështu. Ç'kemi, jenë të lashe, dashura ime. Mjaft e riru. Më fal, por nuk mund ta besoj që pa të guximin të vije këtu pas atij lëmshi që bëre. Se nuk e mbyll gojen më mirë. Jam e sigurt që as ti nuk do të kishe bërë më shumë. E ke shumë gabim, Zula. Mund të të siguroj që Lucia, princesha Siren, patjetër do kishte përfunduar keq me mua. Ndryshe nga ty, di si të menaxhoj aksione të tilla. Ai e sigurt? Ë? Vendosa të vënë në një provë. Ju falenderoj, zotri. Po nuk është e drejtë, ju lutem, ma lini mua në dorë, nuk do t'ju zhgënjej. Jo, tani ma kërkoj mua. Mos ndërhy. Misioni yt ishte një dështim. Hap rrugën tani. Pra tani, Zula, më thuaj pa çfat edhe pse jam aq aftë sa nuk kam nevojë, apo jo? Shikimi im tashmë është vjedhur nga një qiell që ka miliona yje të ndezura në flukë që më shtynë në oqean. E kuj do të jetë zëri që në mes të erës më kërkon ndihmë. E thirrura e kujt ka nevojë për një dritë në errësirë. Qiko, se ti nuk mund të shkosh në takim me atë djalin. Hano t'i shpjegoj shumë i rreziqet e këtij takimi. Hano shqetësohet pa arsye. Ma vjen keq, por nuk është e vërtetë. Mjaft, e di vetë çfarë të bëj. Në çdo rast unë do të isha shumë më i sigurt nëse Hano do të vi bashkë me ju. Sa të mërzitshëm. Edhe nëse nuk do t'i them vetë që të shoqëroj. Mos fillo edhe ti tani. Askush nuk ka besim tek unë. Të lumt, është pikërisht kështu. E gjete. A e di që më vrave apo jo? Çfarë po ndodh këtu? Mirëmëngjes zonja Taki. Lucia